Sot policia e shtetit festoi ditëlindjen, por festa e saj u prish nga arratisja e një super kriminali. Altin Ndoci, i cili thuajse ishte smur, befas u shfaq në super formë dhe ndërsa mjekoi në spitalin e Durrësit, goditi policin që e ruante dhe më pas u arratis. Aksioni dukej super i organizuar, sa kohë Ndocin e prisnin jashtë me një Audi të bardhë, 2 veta të tjerë. Por organizimi dukej më i mirë se sa kaq, pasi ndërsa Ndocin e ruanin 3 policë, në ikje ata ishin më pak, ishin vetëm 2. Ike ati ose kapin befasi policët, ose ishte diçka më shumë se kaq. Fakti është që menjëherë gjithë zinxhiri komanduesi i burgut Durrësit u pezullua dhe me gjas hetimet mund zbulojnë çuditëra të tjera. Nga ky akt që tregon dhe një herë shkallën e ulët të sigurisë së burgjeve, kundërkohë politikanët ruhet se ishin terroristë, ndërsa kriminalët trajtohen si të burgosur, të zakonshëm dhe të parrezikshëm. Fotot e Ndocit gënjejnë, por emri i tij është ndër më të përmendurit tek dosja plumbi art. Nga lidhjet e tij me çopjat dhe deri tek shoqëritë me Nurettin Dumani dhe të tjerët, Altin Ndoci nuk mund të ishte një person që mund të çojë në spital i ruajtur vetëm nga 3 policë. Emri i tij përmendet tek masakra e Bratasheshit në Elbasan dhe të ngjarje të tjera të rënda kriminale. Arratisja e tij me siguri do të ketë alarmuar autoritetet e sigurisë, pasi persona si ai mbarti një të kaluar të errët dhe me hesape ende të pasqaruara. Arratisja e Ndocit dhe enigma e zhdukjes së Vis Martinajt bëhen kështu dosje e rëndë që i bashkëngjitet errësirës madhe që rrethon autoritetet disbatuese në vend, duke filluar nga policia e shtetit dhe deri te drejtësia e re, element që duhet të shqetësojnë qeverinë, e cila duhet ta bëjë vendin gati për integrimin në Bashkimin Evropian. Le ta pranojmë, në gjithë botën kriminalët tentojnë të arratisen. Në Itali apo Greqi, super të kërkuar si Laert Haxhiu janë arratisur në mënyrë bile spektakolare disa herë, ndonjëherë jo dhe me Audi, por me helikopter. Por as në Greqi dhe as në Itali, policit nuk janë të etiketuar si të përfshirë thellë në procese kriminale, si ai i kanavizimit, apo bashkëpunim me kriminale grupe të rrezikshme siç dolën nga përgjimet në Skaj dhe Encrochat. Sot autoritetet ligjzbatuese po shfaqin nevojën e një reforme të thellë, e cila nuk ka lidhje vetëm me ndryshime ligjore apo ato financiare. Ka lidhje me imazhin e shtetit, i cili në radh parë shfaqet tek uniformat dhe më pas mbaron te gjykatat. Një shtet i fortë, i cili respekton të drejtat e njeriut dhe ngjall frikë të elementet kriminal. Por si ka mundësi që ndërsa shefat ndrohen vazhdimisht, problemet ende vazhdojnë? Edhe për këto do flasim sonte. Sigla.